Tani, ju mendoni se nuk të jemi në shkollë, ose në një kopësht, dhe ju mbani mungesat dhe thoni, kush ka ardhur më shumë, do flasim më shumë. Ju lutem, zonjë kryetare, mos e bëni këtë komision qesharak më shumë se ç'është. Nuk janë mungesat, tani flasim, qetëso. Jo, nuk po flasim me kryetarin, qetëso. Atë 5 minuta pushim. Në çdo gërm të tij, patjetër që sjellë argumentin e vet sipas bindjes së tij etj me radhë, por në çdo gërm të tij ka fyerje përkundrejt ose të ftuarve ose deputetëve anëtarë të këtij komisioni. Kjo gjë nuk mundet të vijojë të jetë kështu. Nuk mundet që për një punë që gjithsecili e bën në mënyrën e tij të marrë fyerje këtu. Unë nuk kam bërë teatr nga fillimi i kësaj mbledhje e deri në fund. Thjesht dhe vetëm kam sjell argumenta dhe kam sjell edhe llogari. Jo teatr, po llogari dhe argumenta. Dhe kjo nuk të bën as qesharak, as kopësht, as edhe një gjë. Kjo të bën serioz me punën që bën. Tani të vish këtu, thjesht dhe vetëm për të prodhuar një sekuencë 2 minuta, me fyerje, përkundrejt njërit edhe tjetrit. E në fund fare përkundrejt gjithë komisionit. Për të nxjerrë veten ideolog të madh i ndryshëm nga 2 palë politike që po I marrin shpirtin Shqipërisë etj me radhë. Këtë histori natyrisht nuk t'jep në gjë më tepër. Që mos kaloj dhe unë pastaj caqet, po nuk t'jep në gjë më tepër në këtë histori. Mendoj që nga fillimi I kësaj mbledhje deri tani jemi marrë thjesht vetëm me detaje teknike dhe natyrisht edhe me politika që mbështesin këto detaje teknike, apo ku mbështeten këto detaje teknike, dhe unë do doja që të vazhdonim në këtë linjë. Gjithë secili ka argumentet e veta, ka llogaritë e veta, ka qëndrimin e vet, e thot, merret parasysh, nuk merret parasysh, siç edhe të mijat nuk merren parasysh, prej 5 vitesh, 6 vitesh me radhë, etj me radhë, dhe vazhdon mbledhja normalisht, pa fyer kërkon. Bashkohem shumë me ju zoti Braçe dhe bashkohem me gjithë kolegët. Në fakt unë dua të përgëzoj gjithë anëtarët e komisionit tonë.